që kjo ftesë prapa meje, që ky takim, që ky vend qëtu, i ka pengu shumë kosovarë. Dhe më thonë, është punu me vite, që mos më ndodhë. Mirë po ndodhi. Pra, edhe u shem keq, edhe narrativa e opozitës, edhe narrativa e shumë analistave në për studje televizive, që Gjoja Albin Kurti i ka punë të keq me Amerikë. Ai po flet këtu në Davos, do të thonë në Davos të Zvicrës, në forumin ekonomik botëror, në shtëpinë e Amerikës. Do të thonë se aty janë nda me shtëpinë, është ftu Albini në shtëpinë e Amerikës, në 250 vjetorin e këtij shteti madhështor për të diskutuar për lirinë. Pra, është Freedom 250, edhe shihet Albini në mesin e të ftuarve, teksa diskuton në shtëpinë e Amerikës. E Amerika nuk i ftën ata që i ka marrëdhënie të keq me ta, po i ftën ata që i ka marrëdhënie të mirë. Prandaj, binduni, pajtohuni me këtë punë, edhe ecim përpara. Faleminderit.